Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti kryeminist, nderuar koleg ministra, general, oficer në të gjitha gradat dhe cilësitë tuaja, nderuar prefekt. Ndodhemi këtu sot pas përfundimit të procesit të evidentimeve të dëmeve mbas sezonit të zjarreve, sikundër dhe në vijim të planit të përgatitur shumë të qartë të mbrojtjes civile në kontekstin e programit qeverisë Shqipëria 2030. Gjatë këtij sezonit të zjarreve sigurisht kemi nxjerr disa mësime dhe padyshim mësimi i parë është që jemi në kohrat e zjarreve masive dhe për t'ju dhënë një shifër, 60% e territorit të dëmtuar është shkaktuar vetëm nga 18 zjarre masive, çka na krijon detyrën që ne të gjendemi më pranë zonave me risk, më pranë zonave me akses të vështirë. Ndaj dhe kemi në kuadër të programit Shqipëria 2030, kemi një kapitull të dedikuar për mbrojtjen civile. Mbrojtja civile nuk është vetëm lufta kundër zjarreve, është e gjithë përpjekja gjithë shtetërore në fakt në burime njerëzore, mjete, sisteme, pajisje, për t'i përballë një sër fatkeqësisht të mundshme, qofshin këto zjarre, përmbytje apo tërmete. Nga ky këndvështrim, programi parashikon 3 shtylla kryesore, para njëherë kapitali njerëzor dhe mënyra se si fuqizojmë zinxhirin reagues që nga elementi i bashkisë, pastaj me krijimin e qendrave rajonale të emergjencave në zonat malore, zonat pyjore, siç e thash, për të qenë më pranë zonave me risk dhe padyshim inovacioni i cili duhet kthehet në një detyrë në çdo qelizë të menaxhimit të krizave, qoftë nga pikpamja e kamerave termike. Një tjetër mësim i nxjerr nga sezoni i kaluar ishte menaxhimi i emergjencave në zonën e llogaras dhe ishte teknologjia pikërisht që na ata mundësinë që ta menaxhonim dhe të parandalonim situatat të vështira. Dhe ky sistem duhet të rrjedzohet dhe të mbulojë tërësinë e territorit dhe do kemi dhe këtu disa detajime nga kolegja Ministria e Brendshme. Të gjitha këto nuk mund të ndodhin edhe pa një vënje në eficiencë të gjitha instrumente financiare që i dedikohen bashkive, qoftë fondit kushtzuar apo fondet pa kushtzuara, dhe në këtë këndvështrim edhe kolegu Ministri i Pushtetit Vendor do t'japi disa sqarime për mënyrën se si do veprojmë në të ardhmen. Albana? Shumë faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Në fakt, ashtu siç edhe Ministri i Mbrojtjes e theksoi, vera që lam pas, nxorri në pa në fakt një kontrast të thellë që ekziston midis përkushtimit dhe heroizmit personal të çdo trupe zjarrfikse, të qindra zjarrfikse në fakt që përballen në vend me situata të zjarrit masiv dhe me mënyrën se si përgatitja jon kombëtare anti-zjarr është e organizuar. Në fakt, ky është një hendek që ka ardhur duke u ngushtuar vit pas viti dhe këtë e tregojnë më së miri shifrat. Mjafton të referohemi investimeve që janë kryer në shërbimin zjarrfikës gjatë këtyre 10 viteve të fundit, duke konsideruar një dyfishim në numrin e automjeteve zjarrfikës dhe duke vlerësuar gjithashtu dhe një dyfishim në kapacitetet njerëzore të përfshira në këtë shërbim. Nga 739 punonjës që ishin dedikuar shërbimit në vitin 2016, sot kemi mbi 1400 punonjës zjarrfikës në këtë shërbim. Në ndërkohë që po e njëjta gjë ka ndodhur dhe me automjetet zjarrfikse, nga 100 sot jemi në 185 që janë automjetet zjarrfikës të pasuruar në flotën tonë, sigurisht disa prej tyre janë nga më modernet. Kemi ngritur gjithashtu një shërbim i cili qëndron dhe punon relativisht mirë kur vjen puna në shërbimet me bazë komunitare, në shërbimet e përditshme zjarrfikse sa i përket pikërisht komuniteteve, zjarrit apo incidenteve që ndodhin në zonat urbane, përmbytjeve, misioneve të kërkim shpëtimit. Megjithatë, është fakt që shërbimi ynë zjarrfikës, sidomos sa i përket përballimit të emergjencave në nivel kombëtar apo të zjarreve në nivel masiv, do duhet të ngrihet në një nivel të ri. Ne aktualisht kemi një strukturë që për hir të vërtetës është e fragmentarizuar, me hierarki të komplikuar dhe me paqartësi e mbi vendosje detyrash hera herës.
Janë një sër institucionesh që janë të përfshira në këto procese, duke nisur nga Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, e cila është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërkohë është Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile e organizuar nën Ministrinë e Mbrojtjes, kemi bashkitë, kemi prefekturat, kemi forcat e armatosura, kemi koordinatorët në terren, secili prej tyre ka absolutisht një rol të pazëvendësueshëm në rastet e zjarreve masive. Pa përmendur këtu pastaj edhe gjithë procesin e rëndësishëm të koordinimit ndërinstitucional dhe patjetër dhe të koordinimit ndërkombëtar kur vjen puna me Qendrën Europiane të Koordinimit të Emergjencave. Kështu që për gjithë këtë është e nevojshme dhe është e domosdoshme që të gjithë këto struktura të vendosen në një komand të vetme kur vjen puna tek emergjencat edhe tek zjarret masive, siç kjo verë që kaluam tregoi. Ashtu siç rastin e dispečerit në Policinë e Shtetit apo në shembullin e urgjencës mjekësore, kjo komandë e vetme të jetë në gjendje që së pari të koordinojë si një trup i vetëm të gjithë aksionet dhe të perfeksionojë bashkëpunimin ndërinstitucional apo dhe atë ndërkombëtar. Së dyti patjetër të maksimizojë efikasitetin e përdorimit të fondeve. Dhe së treti të rrisë në mënyrë efektive mbulimin në të gjithë territorin. Pse e them këtë? Është veçanërisht e rëndësishme në fakt që ne kemi parasysh që sot kemi një shërbim zjarfikës të vendosur në të gjithë bashkitë e vendit. Por, është fakt që bashkitë e mëdha ka dhe kapacitetet më të mëdhaja. Sigurisht një zjarr që bie në një pyll rreth Tiranës, është një zjarr i cili mund të parandalohet dhe të shuhet shumë më thjesht se sa një zjarr që bie në bashkitë e vogla, të tilla si Pusteci, Delvina, Leskoviku, Finiqi, të cilat për hir të vërtetës kanë dhe risorse më të limituara. Prandaj, ndonse territori është i gjithë i mbuluar, ka nevojë për një shpërndarje kapacitetesh që duhet absolutisht të perfeksionohet. Për gjitha këto arsye, në programin tonë qeverisës për këtë mandat, kemi vënë një fokus të veçantë sa i përket rimodelimit të shërbimit tonë zjarfikës sipas modeleve më të mira ndërkombëtare. Sigurisht duke nisur nga rishikimi i kuadrit ligjor në fuqi dhe patjetër produkti punës tonë të përbashkët do të jetë dhe komanda e qëndërzuar e cila do të punojë dhe do të funksionojë me protokollet më të mira europiane, duke ju bashkëngjitur dhe protokolleve që përdorin sot emergjenca civile, Policia e Shtetit, urgjenca mjekësore, forcat e armatosura. Sigurisht që modernizimi i sistemeve dhe protokollet më të suksesshme janë njëra anë e medaljes. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm janë njerëzit që punojnë në këtë shërbim. Prandaj, do të vendosim zjarfikësit në qendër të ndryshimit dhe vizionit për të ardhmen e këtij shërbimi. Një shërbim i cili i ka të gjitha mundësitë në fakt të jetë një shërbim model. Do të standardizojmë së pari procedurën e pranimit në këtë shërbim. Duke nisur me procedurat e rekrutimit, do të replikojmë modelet e suksesshme të platformave mësues për Shqipërinë apo mjek dhe infermier për Shqipërinë, duke vendosur edhe punojësit që punojnë në këtë shërbim në një sit apo një selektim me kritere të qarta, kur vjen puna me analizë të qartë të formimit periodik të vlerësimeve, bazë të rekrutimit dhe patjetër të aftësive të tyre fizike, psikologjike dhe profesionale. Sigurisht që për të siguruar edhe një trajnim të vazhdueshëm në punë, do të krijohet qendra kombëtare e trajnimit të zjarfikësve. Sipas një plani kombëtar e mbi bazë kurrikulash të përcaktuara edhe referuar standardeve europiane, të gjithë zjarfikësit do të marrin trajnim të vazhdueshëm periodik mbi teknikat dhe metodat e avancuara të luftës kundër zjarreve. I gjithë procesi do duhet patjetër të shoqërohet dhe me vendosje në zbatim të skemave motivuese për përfitimet e shtuara financiare, si dhe mundësi të qarta të ngritjes në karrierë brenda këtij sistemi. E fundit, po jo për nga rëndësia, janë edhe fushatat e vazhdueshme të ndërgjegjësimit dhe të edukimit, të cilat do të nisin që nga shkollat
dhe do të vazhdojnë dhe të shtrihen në gjithë komunitetet dhe në çdo strukturë vendore. Patjetër për të ndërgjegjësuar për sigurinë nga zjarri dhe për mbrojtjen. Inovacioni dhe teknologjia do të jenë bashkëshoqërues dhe do të na ndihmojnë që të raportojmë në kohë çdo situatë dhe çdo problematikë që krijohet nga një rast të zjarri apo një problematikë që është e lidhur ngushtë me sigurinë e shëndetit. Janë vetëm në fakt disa nga objektivat që i kemi vendosur vetes në këtë mandat, një mandat që për hir të vërtetës është mandati i Europës, është mandati i standardeve europiane, dhe prandaj kemi nisur nga puna pa humbur kohë për të patur një shërbim zjarfikës bazuar në dije, në teknologji, në bashkëpunim ndërinstitucional, ndërkombëtar dhe në njerëz gjithmonë e më të kualifikuar. Si dhe për të bërë këtë shërbim, një shërbim kaq etik, dhe të pasur me efektiv gjithashtu të motivuar, të respektuar, jo vetëm në ato ditë të vitit kur përballen me emergjenca, por çdo ditë të vitit 24/7. Tani do jap fjalën ministrit të pushtetit vendor, ministri Demos, sepse siç e theksova është një shërbim i domosdoshëm, i rëndësishëm, i cili zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendore. Faleminderit. Faleminderit ministre. Në fakt, pushteti vendor është aktor kryesor për sa i përket në përgjigjen e emergjencave civile në territor dhe si i tillë patjetër që bashkitë, të cilat janë teren, janë të parat që përballen me rreziqet që shfaqin emergjencat. Në fakt, muajt e fundit ne na kanë ballavequar me situata ku lehtësisht evidentohet që vit pas viti nga të dhënat, sfidat që ne përballemi gjatë muajve të verës janë duke u rritur. Dhe është normale që ajo çfarë ne konstatojmë teren edhe nga këndvështrimi i eksperiencës që bashkitë kanë tashmë ndër vite, është nevoja për rritjen e kapaciteteve dhe një ngritje dhe bashkëpunim edhe më i fortë nëpërmjet të gjitha niveleve që përgjigjen për emergjencat civile. Kuptohet që nëse i referohemi bashkive, është krejt normale që modernizimi dhe profesionalizimi i administratës vendore tashmë është jetik për të garantuar një siguri publike më të gjerë për qytetarët në territor. Dhe pikërisht për këtë, ne kemi disa nisma të cilët janë shumë të rëndësishme dhe zjarfikset janë një ndër to. Por patjetër në territor bashkitë janë prezente me policinë bashkiake për sa i përket sigurisë publike në këndvështrimin vendor, por në të njëjtën kohë kemi inspektoratin vendor, po ashtu kemi mënyrën se si prefekturat ndërveprojnë me gjithë sistemin. Dhe fokusi jonë në vazhdim do të jetë i qartë, rritja e kapaciteteve në bashki qoftë me mbështetjen, me rritjen e kapaciteteve logjistike, por jo vetëm, por mbi të gjitha rritjen e profesionalizmit, janë prioritet kryesor. Akademia e pushtetit vendor në fakt është e fokusuar për rritjen e këtyre kapaciteteve. Ne do të bëjmë të mundur që know-how që do të kemi në vazhdim për gjithë trupën e pushtetit vendor do të jetë kyç për të arritur të rezultate që ne të gjithë duam. Unë besoj që është shumë e rëndësishme kur ne flasim për mënyrën se si bashkitë mund të ecin në vazhdim, patjetër që mbështetja financiare është shumë e rëndësishme. Por ne jemi po ashtu të bindur që kjo do të bazohet mbi performancë. Dhe granti performancës fakt është pikërisht i bazuar në tregues qartë për sa i përket rritjes dhe përmirësimit kapaciteteve dhe rolit që ato do të kenë në territor. Nëse ne marrim një nga pikat kryesore ku granti i performancës mbështetet, patjetër është dhe plani menaxhimit të pyjeve, që nëse realizohet ashtu siç duhet e ul riskun për sa i përket zjarreve dhe parandalimi që ministra përmendi me drejt në fakt është puna ku ne duhet të fokusohemi më shumë, sepse parandalimi lehtëson më tepër dhe krijon më pak situata ku pastaj të gjitha nivelet duhet të jenë të përfshira për sa i përket menaxhimit të situatave të emergjencës në territor. Unë jam i bindur që një bashkëpunim i ngushtë në fakt, me jo vetëm thjesht ndërministror, por me gjitha nivelet e qeverisë si vendore dhe qendrore, do të bëjë të mundur që ne të kemi një sistem koherent dhe një sistem i cili në fund ditës është i përqendruar kundrejt produktit që ne të gjithë dëshirojmë. Unë po e mbyll duke përmendur faktin që duke filluar nga viti 2026, rritja e kapaciteteve vendore do të jetë e ndjeshme, futja e niveleve të reja të ndërmjetme midis pushtetit vendor dhe atij qendror do të jetë jetik për sa i përket
luftës që ne kemi kundër emergjencave në territor. Faleminderit. Mirë, shumë faleminderit. Rath parë duhet të nënvizoj faktin që ashtu si kundër e bëm të qartë që është në momentin e nxehtë përballjes me zjarret, angazhimi moral po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjitha ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, ashtu si kundër është e rëndësishme që të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Kemi mbetur për një kohë gjatë për të vërtetës i vetmi vend në Europë që nuk e ka një ligj të tillë, dhe ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë mangut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat duhet sigurohen edhe nga përmbytjet, pasi koha në cilën jetojmë, siç e shihni të gjithë dhe siç e shohim të gjithë në mbar botën, po në çdo pjesë të Europës, është një kohë ku ndryshimet e klimës po sjellin gjithmonë më shumë pranë pragut të shtëpisë sfidat e mëdha të fatkeqësive natyrore dhe të emergjencave civile, ku janë përmbytjet, ku janë edhe zjarret. Tani natyrisht tek zjarret klima ka ndikimin e vet të madh, por ana tjetër e medaljes janë zjarrvënësit, për cilët do të kemi një shtrëngim të ri në kodin penal, është përgatitur dhe do të kaloj për konsultim publik bashkë me masat e tjera që lidhen me të gjithë aktivitetet e palishme në dëm të territorit, në dëm të pronës publike apo private, dhe me çdo lloj ndërtimi të palishëm. Së dyti, dua të nënvizoj faktin që, siç e kam thënë dhe më parë, por siç edhe kam shpjeguar në përcaktimin e prioriteteve të Ministrisë Brendshme dhe të Ministres së Brendshme, zjarfikset do të kalojnë në një nivel tërësisht tjetër vëmendje, trajtimi dhe mbështetje.
Kjo do të thotë që ndër të tjera zjarfiksit do të përfshihen në formulën e rritjes pagave të forcave të armatosura, të cilat sot janë dëshmitare të një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të pagave, me synimin që në Shqipërinë 2030 ne të kemi një forcë të armatosur të Republikës Shqipërisë në mesataren e pagave të NATO-s, që është një synim shumë ambicios, por plotësisht i realizueshëm. Sot kemi forcat e armatosura më të mirë paguara të rajonit, ndërkohë që kur e kemi nisur këtë proces, kishim forcat armatosura më të keq paguara të kontinentit tonë. Dhe në këtë formulë do të fusim edhe zjarfiksit, për cilët do të bëjmë një rritje të vazhdueshme të pagës, shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, natyrisht për gjithë është e rëndësishme dhe e domosdoshme, dhe këtu nuk dua që punonjësit e policisë pranishëm apo dhe të tjerë që na ndjekin të mendojnë se do kemi ca të nënës e ca të njerëkës, por e vërteta është që ndaj zjarfiksve kemi një borxh që nuk mund ta lëmë të thellohet, pasi ndërkohë që ata përballen me një sfidë kolosale, gjithmonë e më të madhe çdo stin vere, pagat e tyre nuk i përgjigjen lartësisë së kësaj sfide. Por nuk është vetëm çështje pagash, siç e tha ministrja, është një plan i tërë për modernizimin e mëtejshëm dhe për rritjen e kapaciteteve të gjithë trupës tonë të zjarfikseve. Dhe për këtë arsye, unë kam shumë besim që ky vit, deri në përballjen e ardhshme, do të jetë kyç për të pasur një performancë shumë më të mirë në territor, ku jo vetëm shpirti i sakrificës, jo vetëm ndjenja e fuqishme e shërbimit, që i kanë karakterizuar për hir të vërtetës të gjithë djemt, edhe ndonjë vajzë, kemi pak vajza ke zjarfiksit për hir të vërtetës në këtë përballje, por edhe aftësitë teknike, mbështetja me teknologji, mbështetja me mjete, të jenë në një nivel që rritet vit pas viti. Sigurisht që është e pakrahasueshme sot me çfarë ishte kur ne kemi filluar gjitha këto përpjekje, edhe situata e mjeteve, edhe situata deri dhe situata e veshjeve. Ju kujtohet fare mirë se me çfarë niveli mbështetje në këtë aspekt kemi përballur emergjencat e viteve të para, kur mundësitë tona financiare ishin shumë të kufizuara, kur kishim shumë borxhe për të larë dhe kishim shumë gropa për të mbushur. Sot kemi dalë nga gropat. Sot nuk kemi borxhe të pravëmbetura për t'i larë të shkuarës së mallkuar që trashëguam, dhe sot ekonomia dhe rritja e të ardhurave na japin mundësi që të kthejmë më shumë në drejtim të atyre që i shërbejnë atë dheut në radhë parë, dhe në radhë parë pastaj atyre që ndër shërbyset atë dheut janë në frontet më të vështira dhe në frontet ku rrezikohet edhe jeta e njerëzve. Përtej zjarfiksve dhe forcave këtu të pranishme që për hir të vërtetës kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe në këtë vit të vështirë, ka qenë viti më i vështirë që kemi pasur. Edhe ka qenë viti më i vështirë edhe për Europën, edhe për gjithë vendet tona fqinje rreth e rrotull.
është e domosdoshme ajo që tha Ministri i Pushtetit Vendor, dhe kjo është një nga detyrat e tij, që të përfshihet në këtë proces përgatitje qysh tani gjithë pjesat civile në qendër dhe në territor. Ne kemi filluar të punojmë për një reformë të prefekturave, por në të njëjtën kohë kjo kërkon jo thjesht angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapacitetit të prefekturave, por kjo kërkon angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapaciteteve të bashkive dhe të njësive administrative, sepse ajo që vëmre është që kur vjen momenti i përballjes, kur forcat zjarfikse, forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat duhet t'i vlerësojnë në mënyrë të veçantë për rolin që patën këtë verë, forcat e tjera, ushtarake dhe policore, zbresin në fush, e shikojmë që nga ana e Pushtetit Vendor, nga ana e autoriteteve dhe e forcave të organizuara në lokalitete, ka shumë konfuzion. Ka pak koordinim, ka pak qartësi, ndërkohë që, siç e din shumë mirë disa këtu nga drejtuesit kryesor që kanë dhe një për shkak detyrës një njohje më të thellë të mënyrës organizimit të vendeve të tjera. Po të marrim Italinë, dijenia për rolin dhe për vendin ku e ke detyrën, duke qenë një përfaqësues i forcave civile në territor, në rast fatkeqësie natyrore, është e plot qysh në ditën kur ka diell. Pra, kemi nevojë të rrisim këto kapacitete dhe kemi nevojë të forcojmë këtë koordinim. E din mirë drejtuesit këtu, të forcave armatosura apo të policisë, se sa shumë janë nën presionin e stresit të përfaqësuesve të pushtetit lokal që fillojnë me telefona edhe fillojnë me klithma alarmi në një panik i cili shpjegohet me faktin që gjenden të papërgatitur. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme duhet të përgatitet që të ketë një hartë të qartë të përditësuar të gjithë shpërndarjes forcave dhe të gjitha situatave që janë në territor. Dhe emergjencat civile nga ana tjetër duhet të jenë në gjendje që t'i ofrojnë të gjithë atyre që janë të angazhuar në territor këtë pasqyrë informacioni që të gjithë ta dinë që nëse helikopteri nuk po të vjen në atë moment, nuk do të thotë që nuk është diku tjetër duke bërë po këtë punë. Dhe koha për të ardhur helikopteri duhet të jetë ditur paraprakisht në mënyrë që të mos bllokohen linjat e komunikimit nga konfuzioni i thirrjeve dhe i klithjeve të gjithëve kur vjen momenti i përballjes me zjarrin. Tjetra që prap është shumë e rëndësishme është gjithë pjesa e shërbimit pyjor dhe pjesa e përfshirjes së shkollave lidhje me jo vetëm ndërgjegjësimin, për çfarë na duhet të bëjmë ne sot. Sot është një ditë e bukur me diell dhe që zjarret janë larg në horizont, por që do të vinë shumë shpejt, se vera do vi përsëri, në mënyrë që çdo ditë duke
bërë ato punë të vogla në thonjza në për teritoret e pyjeve, të jemi më të përgatitur për momentin kur vjen zjarri. Dhe për këtë arsye do të angazhojmë dhe po punon Ministria e Arsimit edhe shkolla në këtë proces në bashkëpunim të ngushtë me strukturat tona në territor të forcave të armatosura të policisë shtetit. Edhe patjetër edhe të zjarfikësve që do të kenë edhe një komponent të edukimit. Pra të vizitave në përshkolla, të demonstrimeve, të cilat janë nga një anë edhe argëtuese për fëmijët, tërheqëse për fëmijët, por nga ana tjetër janë edhe informuese. Dhe kur them fëmijët kanë parasysh nxënësit e shkollave të mesme që duhet përfshihen në këtë proces, por edhe më të vegjëlit që duhet të fillojnë të ndërgjegjësohen për domosdoshmërinë që të jemi të gjithë të qartë se me çfarë kemi të bëjmë. Është një armik i ri i njerëzve të planetit dhe i këtij planeti, ndryshimi i klimës dhe ngroja gjithmonë më shqetësuese globale. Elementi tjetër që u tha këtu dhe që unë dua ta nënvizoj është teknologjia. Do të vazhdojmë të fuqizojmë flotën tonë, pa diskutim. Së shpejti do të hapet edhe fizikisht, sepse është çelur si proces me marrëveshjen e shkruar Akademia e Forcave Ajrore dhe do të filloj në Vlorë edhe përgatitja e pilotëve të rinj, ashtu si kundër do të vazhdoj të rriten kapacitetet e flotës. Këtu jemi në një qendër që flet vet kur e shikon se si është transformuar për të administruar të flotën tonë të helikopterëve, por përtej kësaj duhet dhe do të shtojmë në mënyrë të ndjeshme flotën e dronëve. Kemi përgatitur dhe jemi duke u marrë për ditë, qoftë me porositjen e dronëve me kamera termike për të monitoruar në kohë reale pyjet dhe për të kapur sa më shpejt sinjalin e zjarrit, ashtu si kundër jemi duke vlerësuar porosit për dronët që bëjnë mbjellje, sepse është dhe ky element tjetër i rëndësishëm që të mendojmë me njëherë për ripërtritjen e atyre territoreve që digjen nga zjarret dhe patjetër këtu nuk harroj edhe nevojën që ta pasurojmë flotën tonë ajrore edhe me avionët e nevojshëm zjarfikës hap pas hapi. Po ashtu e tha ministrja, kemi nevojë dhe kemi filluar punën për sistemet e hershme të alarmit, duke krijuar qendrat e integruara të kontrollit për reagim të shpejt me mjetet toksore. Këto janë pak a shumë pikat rreth cilave përmblidhet gjithë kjo përpjekje e përbashkët, po arsyeja pse jemi sot këtu është për të dhënë një sinjal shumë të qartë që sot zjarret janë në horizont, por koha deri kur të përballemi me to është shumë e çmuar dhe nuk është e gjatë, është e shkurtër. Prandaj çdo ditë sipas detyrave në këtë front të gjerë, të gjithë duhet të bëjmë pjesën tonë
edhe duhet bëjmë punën tonë. Duhet bëjmë punën tonë sepse kemi mundësi, nuk kemi mundësi që ti ndalojmë zjarret, se ka bërë kush, por kemi mundësi që të punojmë për të zvogluar sadopak dëmin e pajvitueshëm që ato bëjnë. Për arsye të kësaj sfide, e kam ndjekur edhe personalisht të gjithë procesin e masave edhe të ndërhyrjeve që kanë bërë vendet të tjera, disa vendet të tjera. Duke filluar nga Greqia, që e ka pasur dhe ka një problem të rënd kronik, problemin e zjarreve, dhe që ka bërë investime masive në të gjitha drejtimet për të rritur rezistencën edhe për të ulur nivelin e dëmit, tek Italia apo tek ndonjë vend këtu në rajon, dhe megjithatë kur vjen puna tek sezoni i zjarreve, prap e shohim se sa e vështirë është. Europa vetë, Bashkimi Evropian, po ashtu, ka bërë shumë investime tek sistemi i përbashkët i mbrojtjes, por humbjet e këtij viti kanë qenë humbjet më të mëdha historike. Në pyje edhe në njerëz edhe në bakti e kështu me radhë. Është një luftë e vërtet që kërkon shumë durim edhe kërkon shumë forcë. Ndërkohë që teknologjia vazhdon të prodhojë dron inteligjent me kapacitete të rritura për të kapur më shpejt sinjalin. Në mbyllje dua të bëj një vlerësim të posaçëm për Policinë e Shtetit. Do të bëj një vlerësim të posaçëm për Policinë e Shtetit për faktin që në këtë sezon më shumë dhe më mirë se sa në të gjithë sezonat e tjera, edhe pse ishte sezoni më i vështirë, Policia e Shtetit ka qenë në gjendje të identifikojë dhe të arrestojë psikopat dhe kriminal që vën zjarre. Dhe besoj shumë që fakti që ky sezon solli kaq përmirësim në këtë aspekt, edhe këtu kemi një hapësirë për të rritur forcën goditëse të Policisë së Shtetit, për të rritur kapacitetet për parandalim, pikërisht duke bërë që sot një punë operative në territor për të identifikuar personat potencialisht të rrezikshëm. Sepse këta që vën zjarre, siç duket, kanë edhe disa karakteristika të veçanta si personalitete. Ndërkohë që kemi bërë një ndërhyrje ligjore shumë të rëndësishme që aty ku vihet zjarr do të ndalohet çdo lloj leje ndërtimi për 30 vjet. Pra nëse një territor i cili është i, si thuash, haporex për të ndërtuar, digjet, për 30 vjet aty nuk do jepet leje ndërtimi. Që ta kenë të qartë gjithë që djegja nuk të sjell në kushtet kur ti pastaj mund të vish thuash që nuk është pyll, nuk ka pemë aty, kështu që kjo është toka ime dhe unë dua të ndërtoj. 30 vjet do të ndalohet dhënia e lejes së ndërtimit dhe ai territor do të rimbillet. Dhe për këtë jemi duke punuar me Ministrinë e Mbrojtjes për të sjell edhe dronët mbjellës që janë një forcë e re e teknologjisë që
ndihmojnë në ripërtritjen e territoreve të djegura, gjë për të cilën është përfshirë edhe Ministria e Mjedisit drejt për drejt. Ju falenderoj vërtet shumë për të gjithë punën që keni bërë, ju që jeni këtu. Falenderoj në mënyrë të veçantë Zjarfiksit që i shoh në këmbë atje. Ju siguroj që jemi shumë të vetëdijshëm edhe për sfidën, edhe për vlerat e mëdha të shërbimit ndaj vendit që ju keni promovuar përmes rolit tuaj në këtë përballje edhe këtë vit, dhe jemi shumë të vetëdijshëm edhe për nevojat dhe për mungesat që duhet plotësojmë, që ju të ndjeni edhe më mirë dhe ta bëni punën me edhe më shumë motivim, duke u ndjerë në atë parë të vlerësuar edhe të respektuar deri në fund për këtë sakrificë, dhe natyrisht që përtej të gjithave edhe motivimi financiar, apo më saktë jo edhe, po motivimi financiar mbetet kyç dhe ne kemi shumë mirë parasysh. Kështu që Zjarfiksve u them Zoti ju bekoft, edhe bekoft edhe familjet tuaja, sepse realisht ajo që ju bëni është diçka e jashtëzakonshme. Gjë të cilën e them me gjithë zemër edhe për gjitha forcat e armatosura që janë përfshira në vijën e parë në këto raste, apo dhe për forcat e policisë shtetit. Shumë faleminderit gjithëve, edhe me kurajo edhe me vullnet do të bëjmë pa diskutim çdo ditë më shumë, çdo ditë më mirë. Faleminderit.